Nuk mund t'i nënshtrosh shqiptarët që ndërtuan shtetin. Arritjet që qeveria e Shkupit nuk mund t'i fshi. Shqiptarët në Maqedoninë e Veriut nuk janë problem për shtetin. Ata janë një nga arritjet më të mëdha të tij, forcë shtetformuese, motor arsimor, faktor europian dhe garanci stabiliteti. Ka diçka thellësisht të padrejtë në mënyrën si një pjesë e politikës në Maqedoninë e Veriut flet ose sillet ndaj shqiptarëve. Sepse po flasim për një komunitet që jo vetëm nuk e ka dobësuar shtetin, por në shumë momente kyçe e ka mbajtur në këmbë. Shqiptarët atje nuk janë një trup i huaj në republikë. Ata janë pjesë përbërëse e saj, një shtyllë reale demokratike, politike, kulturore dhe institucionale. Sipas censusit zyrtar të vitit 2021, shqiptarët përbëjnë 24.30% të popullsisë rezidente dhe 29.52% të popullsisë së regjistruar totale, ndërsa janë shumicë ose pluralitet në një numër të konsiderueshëm komunash. Kjo do të thotë se kush sulmon peshën e tyre, nuk po godet një pakicë, por një nga boshtet themelore të shtetit. Arritja e parë e madhe e shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut është vetë transformimi i shtetit nga model etnik i mbyllur në model më qytetar dhe më pluralist. Marrëveshja kornizë e orrit e vitit 2001 nuk ishte lëshim sentimental, ishte pika që shmangu për shkallëzimin dhe vendosi baza të reja për përfaqësim, decentralizim dhe përdorim të gjuhës për komunitetet që përbëjnë të paktën 20% të popullsisë. Vetë teksti i marrëveshjes e sanksionon këtë prag dhe e lidh me arkitekturën e re të shtetit. Me fjalë të tjera, pa faktorin shqiptar, Maqedonia e Veriut nuk do të ishte kjo republikë që sot pretendon Europën. Arritja e dytë është legalizimi dhe institucionalizimi i barazisë gjuhësore, sado e papërfunduar të mbetet në praktikë. Ligji për përdorimin e gjuhëve parashikon që gjuha e folur nga të paktën 20% e qytetarëve të përdoret në punën e qeverisë, në aktet e saj dhe në komunikimin institucional në shumë nivele. Kjo nuk është thjesht çështje identitare, është fitore konkrete kushtetuese dhe administrative, e arritur pas dekadash presioni, përpjekje dhe sakrifice politike të shqiptarëve. Prandaj çdo tentativë sot për ta relativizuar Shqipen nuk është debat teknik. Është përpjekje për të zhbërë një arritje historike. Arritja e tretë, e jashtëzakonshme në peshë afatgjat, është arsimi i lartë në gjuhën shqipe. Universiteti i Tetovës, sipas vetë institucionit, është universiteti i vetëm shtetëror në gjuhën shqipe në Maqedoninë e Veriut. Vetë ekzistenca e tij është një monument i qendresës arsimore shqiptare. Po aq domethënës është edhe Universiteti i Evropës Juglindore në Tetov, i krijuar për të zgjeruar arsimin shumë gjuhësh dhe që sot renditet ndër 3 universitetet më të mira në vend sipas QS World University Ranking 2026. Këto nuk janë detaje akademike. Janë prova se shqiptarët nuk kanë kërkuar vetëm përfaqësim politik, kanë ndërtuar dije, elitë profesionale dhe infrastrukturë të së ardhmes. Arritja e katërt është roli institucional dhe qeverisës. Sot në qeverinë e Maqedonisë së Veriut ka figura të larta shqiptare në poste kyçe. Faqja zyrtare e qeverisë tregon se Bekim Sali mban postin e zëvendës kryeministrit të parë dhe ministër për çështje evropiane, ndërsa Arben Fetaj është gjithashtu zëvendës kryeministër. Vetë Sali deklaroi në një takim zyrtar se shqiptarët në Maqedoninë e Veriut janë të përfaqësuar në mënyrën më të mirë të mundshme dhe luajnë rol aktiv në proceset vendimmarrëse, në stabilitetin e vendit dhe në perspektivën europiane. Edhe nëse kjo deklaratë mund të diskutohet politikisht, një gjë është e pakundërshtueshme: pa shqiptarët, mekanizmi i qeverisës i shtetit nuk funksionon siç funksionon sot. Arritja e pestë është orientimi perëndimor i shtetit. Faktori politik shqiptar ka qenë vazhdimisht ndër shtytësit më të fortë të kursit euroatlantik të Maqedonisë së Veriut. Analiza dhe komente të shumta rajonale e lidhin mbështetjen për marrëveshjet e vështira politike, përfshirë ato që i hapën rrugë NATO-s dhe afërsisë me BE-n, me rolin e partive shqiptare si blok pro-perëndimor dhe pro-stabilitetit. Edhe sot, në nivel zyrtar, përfaqësuesit shqiptar në qeveri e lidhin qartë rolin e tyre me zhvillimin demokratik dhe perspektivën europiane të vendit. Kjo do të thotë se shqiptarët nuk kanë qenë pengesë për shtetin, kanë qenë një nga arsyet pse ai nuk është rrëzuar në izolim ballkanik. Arritja e gjashtë është stabiliteti shoqëror dhe pesha demografike afatgjat. Të dhënat e cituara gjerësisht nga statistikat kombëtare tregojnë se shqiptarët përbëjnë një pjesë shumë të rëndësishme të brezave të rinj dhe të lindjeve në vend. Kjo ka rëndësi strategjike. Një komunitet me peshë të fortë të brezi i ri është një komunitet që mban gjallë tregun e punës, arsimin, jetën urbane dhe energjinë sociale të shtetit. Kjo është arritje në vetvete. Jo vetëm mbijetesë, por vitalitet. Një shtet që e trajton këtë energji si problem, në fakt po lufton kundër një prej burimeve të veta të së ardhmes. Arritja e shtatë është kontributi në modelin e bashkëjetesës, edhe kur ky model është tradhtuar nga politika. Këshilli i Evropës dhe Komisioni Evropian vazhdojnë të evidentojnë se diskriminimi etnik dhe gjuha e urrejtjes mbeten problem serioz në Maqedoninë e Veriut, sidomos në sektorin publik dhe në marrëdhëniet ndëretnike. Por pikërisht fakti që shteti mbahet ende në binar institucional, pavarësisht këtyre tensioneve, tregon se shqiptarët kanë zgjedhur më shumë shtendërtimin se shkatërimin, më shumë përfaqësimin se bojkotin, më shumë pjesëmarrjen se rënimin. Kjo është një arritje politike dhe morale që shpesh merret si e mirëqen. Dhe pikërisht këtu hyn kritika e fortë ndaj qeverisë së Shkupit. Si mund t'i dërgosh sinjale nënçmuese, burokratike apo bigote një populli që ka investuar kaq shumë në ekzistencën, stabilitetin dhe europianizimin e shtetit tënd? Si mund ta trajtosh Shqipen si bezdi administrative, kur institucionet shumë gjuhëshe janë produkt i një kompromisi historik që e shpëtoi vendin? Si mund të luash me ndjeshmërinë e shqiptarëve, kur universitetet, komunat, përfaqësimi politik dhe vetë rruga perëndimore e shtetit mbajnë bulën e kontributit të tyre?
Çdo qasje përjashtuese nuk është vetëm ofendim ndaj shqiptarëve, është mosmirënjohje ndaj historisë reale të shtetit. Prandaj, mesazhi që duhet thënë pa frikë është ky: shqiptarët në Maqedoninë e Veriut nuk kërkojnë privilegje mbi askën. Ata kërkojnë respekt proporcional me kontributin e tyre. Dhe ky kontribut është i madh, në paqen, në gjuhë, në arsim, në institucione, në integrim evropian, në stabilitet dhe në të ardhmen demografike të vendit. Kush e mohon këtë, ose nuk e njeh historinë, ose po përpiqet ta shtrembërojë me vetdije. Në fund, e vërteta që qeveria e Maqedonisë së Veriut duhet ta dëgjojë mirë është kjo: nuk mund të flasësh për shtet modern, ndërsa u relativizon dinjitetin atyre që e kanë ndihmuar ta bësh shtet. Shqiptarët atje nuk janë margjin, janë themel. Dhe një shtet që fyen themelin e vet, rrezikon t'i çojë vetë në